hapësira jon pak e vogël për shumë sene të artistat që i plotësojnë kur të vinë na bujnë shumë mijë metra katror me tën ngjyra. E që një farë mënyrë është veni ku takohemi, mbledhem, bëmi gati. Gjithçka e bukur në Prishtinë nisë për çtuhet. Kjo është pesha që është e pamundur me bo punën. Për 10 vjet, kjo është historia e Prishtinës, po që historia e Prishtinës a ishte shishtu më konën? Jo, po s'ka lidhje. Ministrit ka më rregullu kjo, po të thëmë pori pozitive se me të vërtet është me kajt. Ma Ministrinë e Kulturës ku projekt është ndalë që është para 4 vite, jena të pritë që prapë sa në pozitive vinë. Do të vinë edhe me komunë. Mirë, faleminderit. Mirë, faleminderit. Jena mirë Gjafer Deva, në kënd të restauru. Jeko me burimin bashkë, shumë mirë. Ta sartim një reklam për do Amerikan. Sot të sy projekte. E të produjenda shumë të mirë në Kosovë. A janë kryesisht reklama këta? Reklama. A janë që përbon me skemën e rabatit tash? Për që ato janë të orë? A për që ato më po? Po e kena bërë fejnë 30% të investimeve që i bënë këso, kështu që janë të orë ta shumë ma shumë, për kësë vjena në filmi ma. Që qarkullon edhe milione. Që e po një ideja që me kryo dhe vene punë tani në Kosovë, të e pru produksionin e hujë. Se u konë që e politikë shumë e domezëshme në bo. Apo vazhdon me prodhu shumë, me pikturu shumë, po të përqenë vendit ishtë, në rëndë që ty me përqenë. Nështë me falenderu shumë për mbështetjen e ministrisë, e ka bo për neva ekspozit që kam pas vitin e kalu në Paris, edhe ka qenë i financu prej Ministrisë Kulturës.